Ton Imam Ahmedi në musnedin e tij nga sahabiu i nderuar prisi besimtarëve Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, ku i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam thot: inne fil jannati ghurafa tura dhuhuruha min butuniha wa butunuha min dhuhuriha. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam thot: me të vërtet në xhenet janë disa dhoma, ku ai që është jashtë tyre shikon çdo gjë që është në brendësi, dhe ai që është brenda dhomës shikon përsëri pamjen e jashtme për shkak të ndriçimit të madh që ka, për shkak të kullimit dhe pasërtisë së tyre. Ai që është brenda shikon atë që është çdo gjë që është jashtë, dhe ai që është jashtë shikon çdo gjë që është brenda. Me të vërtetë në xhenet ka dhoma, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe një nga të pranishmit, dhe një transmetim ka ardhur që ka qenë një prej beduinëve, prej malsorëve që ishin larg qendrave të banuara, i tha: limen hiya ya Rasulullah, për kë janë këto dhoma në xhenete, o i dërguari i Allahut? Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam tha: hiya limen ataba al-kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyam wa salla bil-layli wan-nasu niyam. Këto dhoma në xhenete, këto troje, këto dhoma në xhenete janë për atë që flet bukur dhe pastër, për atë që ushqen të varfrin, për atë që është i rregullt në agjërimin e tij, duke agjëruar sistematikisht agjërimin, muaj Ramazani dhe agjërimin që ka ardhur në përgjithësi, dhe që falet natën ku njerëzit janë në gjumë. Ky hadith është një hadith i qëndrueshëm nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, që ka përmendur 4 veti dhe 4 cilësi, të cilat e katërta përmbushen në këtë muaj, dhe nëpërmjet këtyre 4 veprave fitohen trojet e xheneteve.